Besoj që nuk ka vend për panik, do qartësohet në ditët në vijim se për çfarë nevojitet kjo mund të jetë ndoshta edhe për zyra, që do të ketë kompania Kajo apo AIM-ja, nuk është të thënë që mund të përdoret për prodhimin e armëve aty, pasi do të jetë shumë e vështirë, ashtu siç edhe cituat ju edhe rrezik për densinë e popullsisë, nuk besoj që të jetë për atë, pra do të jetë për vendimarrje mbështetëse për kompanitë e prodhimit të armëve. Për të cilat pastaj mund të mendohen të gjitha ato që ju përmendët, Gramsci, Policani e të tjerë. Kur mund të rivjet në jetë, zoti Deliu, në mendimin tuaj? Mendoj që jemi në rrugën e drejtë, ne kemi miratuar ligjet e duhura. Kemi një marrëveshje tani dhe me Kroacinë edhe me Kosovën. Kanë dalë aktet në ligjore, besoj që do të kemi mbështetjen edhe shumë vendeve të NATO-s, të cilat kanë eksperiencë. Meqense sot kemi edhe 16 vjetorin e anëtarësimit të Shqipërisë në NATO, çfarë ju kujton? Shumë e veçantë. Unë atë kohë kam qenë në shkollën ushtarake kur jemi anëtarësuar, por ka qenë një ditë e madhe për Shqipërinë dhe sot ne gjithë brezat e gëzojmë, sot Shqipëria është më e sigurt se kurrë, ka një stabilitet politik, normalisht është dhe në umbrellën e aleancës më të fuqishme politike ushtarake. Sot NATO i ka rezistuar kohrave, ndërkohë që duke qenë në NATO... Po vuan krizën më të fortë që nga krijimi i saj, zoti Deliu? Duke qenë në NATO, mendoj që shteti jon ka përfituar një stabilitet. Në shumë vende që nuk janë vende anëtare në NATO-s kanë edhe luftë civile brenda apo konflikte mes partive politike. Dhe kjo nuk ka ndodhur që nga anëtarësimi në NATO, po të rikthehemi memores. Shqipëria është më sigurt, më solide. Realisht është një krizë për shumë faktor, leadershipi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndërkohë që Evropa nuk ishte provuar luftë, ishte e kënaqur në umbrellën e NATO-s, ndërkohë që nuk investonte aq sa duhet. Leadershipi politik i Shtetit Bashkuar, duke mbajtur pjesën më të madhe të peshës ekonomike në NATO, kërkon disa rregulla të reja dhe besoj duke qenë që bota sot futet në një kërcënim të ri, duhet merret seriozisht dhe po shikojmë që shumë shtete e kanë marrë seriozisht. Kemi Gjermaninë e cila po ndryshon komplet qasje dhe vizionin e saj. Është një shtet që realisht ka nisur 2 luftra botërore dhe normalisht dhe populli ishte lodhur me këtë lloj qasje, por tani po i rikthehet pyetja, a është populli gjerman gati për luftë? Ndërkohë që politikanët kanë bërë investime të guximshme, do thoja unë, saqë e kanë lejuar edhe me marrëveshjen e fundit në parlament, kanë lejuar ushtrinë gjermane që të marrë borxh përtej asaj që normalisht ishte parë si shifër që investoi për ushtrinë gjermane. Sot është nevoja, në fakt ne duhet të përgatitemi, gjithë duhet të investojmë për mbrojtjen. Ne sa gati jemi në rast se një lufte hipotetike, zoti Deliu? Me thënë, e mendojmë shumë të largët, por Franca po përgatitet, Gjermania po përgatitet, edhe ne jemi vend antar, vend i vogël apo jo, jemi vend i një aleance të përbashkët ushtarake. Nismat e fundit janë nismat zgjuara,